Unë kam qenë pejre një prill të 98-ës, kam qenë i kyqen, kam qenë një 3 herë në Shqipni për armë, edhe deri në momentin e fundit që ka përfundu lufta, si është shëndru pejë që kesë në Temeke, kam qenë tërë që kam dalë për aty me dëshirë time, edhe për momentin jam një firmë, dhe me thonë jam të ambientit, punoj si shofer, që një 8 muaj, mas 8 muajve punë, dhe me thonë na kanë ndërprej njerë pensionin, tonë që na kanë vazhdu për nëndorit, na i kanë qitë ka 102 euro, 50%. Nëndorë, 10 orë dhe janari ke morë, tash në shkurt të mas na i kanë nalë. Nuk e di arsyën për çka e nalë, po ne nuk na qesin ato. Po nuk e di, unë nuk e di ata që shkan mujtë mi mura atë farë vendimi, se kur është ligji e ka aprovu atë farë ligji, nuk e di ta që shkan mujtë a imi ndërprej këtu. Nuk jemi vetëmi unë, po ka shumë tjerë si janë, ka shumë edhe ku punoj unë si nuk i morin. Po tash po presim ndihmën e aty në Prishtinë atje. Gjykata Supreme ka vendosur për të drejtën e veteranit luftëtar me gëzu 50% e pensionit të veteranit për gjithë ata veteranë të cilët punojnë në sektorin privat. Ka fillu më zbatu ky vendim 2-3 muaj. Në këtë muajin e fundit kem pas plot bashkëluftëtarë që na kanë thonë dikun rreth datës 20 dalin pensionet e veteranëve, na kanë thënë në telefon të shqetësuar dhe na kanë thonë që në këtë muaj nuk ju kanë dalë mjetet në për gjëra llogaritë e tyre. Duke qenë kështu ne jemi interesuar cilës kategori ju kanë dalë, domethënë ky pensioni. Kem pyetur veteranët e tjerë disa që punojnë qoftë në ndërtimtari, qoftë në biznese private, ata kanë qenë në rregull. Kem marrë vesh që ju kanë dalë ky pensioni 50% që veteranëve të cilët punojnë për kompani publike, do të thotë, për shembull si qoftë ajo pastrimi, qoftë ajo higjiena ose ajo të ujnave. Prandaj vetëm kësaj kategori ju kanë dalë, edhe pse jemi të çuditur pak sa sepse këto funksionojnë me vetë financim, do të thotë as këtu nuk marrin prej buxhetit të shtetit, do të thotë nuk dëmtohet buxheti i shtetit, edhe pse ja japin 50% të pensionit këtu në bashkëluftëtarëve tonë. Prandaj është një e padrejtë që po ndodhet tashmë për 2 herë, vetëm aty në veteranëve të cilët punojnë në këto ndërmarrje se përndryshe në këto tjera ato është duke zbatuar ligj. Domethënë ky kontribut nuk llogaritet as që ke mujt se tash na unë për shemb këtu po na ke mujt më kon dekun. Na për si kem pas fatin kena pështu, është diçka tjetër, taj Zoti na po përpresim një ndihmë tash për dikujna.